Vallaj me thonë drejtën, unë s'po di, çdo 3 muaj po rritet, çka puna se di. Ka dhënë Zoti fëmija janë bose vetë s'kishë mujt. Kur të qysh është shtrejt, kur çdo 3 muaj rritet, çka pret? Të ardhunat penzion që 7 vjet që më dalën, një herë që atëherë që mu rrit, edhe që tash para një vjetë. Domethënë 6 vjet, e tash bënë hesab sa u rritën çmimi pe atëherë që 7 vjet. Pa i shteti me konë qysh duhet, u konë mirë, po duket që s'ponin për kërkën, veç për vetë. Është skandale për mua personalisht, di që është të mune me arrit me këto paga, me këto, domethënë është shumë e dëmshme për ekonominë familjare, për gjitha përgjithësi. Është dashur me ndërhy, po si po duket s'kan kurfar organizimi për momentin, e dim që është gjendja aktuale me qeveri, me president, me gjitha. Pak është shumë shtrejt, se duke i marrë parasysh çfarë obligime kena të përditshme, domethënë konsumet përditshme, domethënë shkollimi, ato të gjitha. Edhe pagat plus 20% tash s'di si do t'ja dalin, veç inshallah po shpresojmë për një ndërhyrje të ministrisë ose diçka me bë, diçka me rregullu diçka çështje.